Rreth 30.000 arsimtarë në të gjithë Shqipërinë festuan ditën e tyre 7 marsin. Atmosfera në të gjitha shkollat e vendit ishte më e ngrohtë se zakonisht. Me lule në duar, kartolina dhe dhurata simbolike, nxënësit shprehën mirënjohjen e tyre për ata që u ndriçojnë rrugën e dijes, mësuesit. Në shkollën nënvjeçare Vasil Shanto në Tiranë, nxënësit nuk e fshehin entuziazmin, teksa në mikrofonin e Report Televizion për mësuesen e tyre krijuan momente të veçanta. Mësuesja jonë është gjithçka për ne. I solla disa vëth, sepse unë e di shumë mirë se ajo i pëlqen vëth. Dhe unë i solla një buqet me lule. Mësuesja ime të dua shumë, je më e mira. Falenderoj shumë që më ke mësuar që të bëjmë një vajzë e mbar. Mësuesja jonë është një lule për ne, kështu që unë i bëra një buqet me lule. Faleminderit për durimin që na dhuron çdo ditë. Eleni Kaçi, mësuese prej 37 vitesh, nuk i fsheh emocionet. Prej 37 vitesh ushtroj profesionin e mësuesit. Për mua është një nga profesionet më të bukura, sepse të punosh me fëmijët, të ndritosh mendjet e tyre, vërtet është diçka e veçantë. Në 7 marsin që simbolizon shkollën e parë shqipe, Kryeministri Edi Rama foli për vlerësimin financiar të arsimtarëve, kur tha se objektivi i qeverisë është që paga mesatare t'i kalojë 1.000 euro shumë shpejt. Paga mesatare 950 euro është një fakt shumë domethënës i fuqizimit të vendit tonë ekonomikisht, por edhe i vullnetit për të fuqizuar mësuesit. Ne përsëri do të rikthehemi tek pagat. Ambicia jonë është për ta çuar pagën mesatare të mësuesve përtej 1.000 eurove pa diskutim. Kreu i qeverisë nënvizoi se janë bërë ndryshime të rëndësishme për të siguruar meritokraci në sistemin arsimor, duke garantuar që mësuesit të jenë të pavarur nga çdo ndikim politik. Autoriteti i mësuesit ishte një autoritet i nëpërkëmbur si s'ka më keq. Vjen pastaj e dyta që meritokracia në përzgjedhjen e mësuesve. E treta, shpërblimi i mësuesve, që ishte jashtëzakonisht i pamjaftueshëm. Mësuesit i uroi edhe presidenti i Republikës Bajram Begaj, krerë të tjerë të shtetit dhe politikës, me përfaqësuesit e opozitës që kërkuan trajtim më dinjitoz të misionarëve të dijes.